Zbulohet shkaku pse zgjohemi të lodhur. Një studim i ri ka nxjerrë në pa diçka që shumë njerëz e bëjnë pa e menduar. Vakti i darkës është duke ndikuar drejt për drejt në nivelin e energjisë së ditës së nesërme. Sipas nutricionistëve, problemi nuk është tek ushqimi që ham, por tek koha dhe kombinimi i ushqimeve. Ngrënia e vonë aktivizon trupin, jo gjumin. Nëse ushqimi konsumohet pas orës 21, stomaku nis të punojë fort, ndërkohë që truri kërkon gjumë. Ky konflikt shkakton lodhje të nesërmen. Kombinimi karbohidrate, yndyrë është më i keqi. Pizza, fast food, bukë djathtë. Ëmbëlsirë pas darke, trupi harxhon shumë energji për t'i tretur. Sheqeri i vonë bën trurin të punojë gjithë natën. Mjekët thonë se ëmbëlsirat pas darke rrisin adrenalinën e natës. Simptoma që shfaqen në mëngjes: lodhje pa arsye, dhëmbje koke të lehta, sy të rënduar, dëshirë për të ndenjur në shtrat. Çfarë rekomandohet? Darkoni para orës 20, zgjidh ushqime të lehta, shmang ëmbëlsirat natën, përdor ujë dhe çajra qetësues. Mjekët thonë 95% e lodhjes së mëngjesit është e lidhur me gabimet e darkës.